Këngëtarja me famë botërore me origjinë shqiptare, Bebe Rexha, ka habitur fansat me një postim të drejtë për drejtë dhe pa filtra në rrjetet sociale. Rexhars, keni një mision, më gjeni një baba për fëmijën tim, ka shkruar ajo, duke shkaktuar menjëherë reagime të shumta në rrjet. Më pas, Bebe ka ndarë edhe kriteret që kërkon tek partneri i saj i ardhshëm. Sipas saj, pamja fizike nuk është prioritet, një 6 ose 7 është më se në rregull, pasi personaliteti është çelësi. Sa i përket gjatësisë, mjafton të jetë më i gjatë se ajo, ndërsa në aspektin profesional, kërkon një mashkull të suksesshëm dhe të pavarur financiarisht, duke theksuar se nuk paguan për meshkujt dhe nuk preferon 50-50. Postimi u shoqërua me komente të shumta, disa me humor e disa kritike. Kjo vjen pas deklaratave të sinqerta të këngëtares për sfidat me fertilitetin, humbjen e një shtatzënie dhe betejën me PCOS, si edhe reagimet e saj të forta ndaj komenteve për trupin dhe pamjen. A është kjo një deklaratë serioze apo një mesazh ironik për shoqërinë? Si mendoni ju?